deputetët e komuniteteve jo shumicë jo serbe, të cilët e kanë përkrahur natyrisht edhe krimin e qeverisë së Kurti dhe Konjusa, dhe në anën tjetër janë PDK, LDK, AK, Nisma dhe lista serbe. Do të thonë tashmë këto dy linja e konceptojnë le të themi edhe skenën politike në Kosovë, edhe alternativat elektorale dhe natyrisht të ardhmen e shtetit Kosovës. Prandaj presim qytetarët e Kosovës të shkojnë në njërin anë të çastje bllokuese të opozitës dhe në anën tjetër në mënyrë masive të japin mundësinë vetëndosjes që mos të varet nga vota të tilla në pas zgjedhjeve të ardhshme. Të kemi një shumicë solide që na garanton krimin e qeverisë dhe krimin e institucioneve pa u varur nga parti tjera. Unë doja të pyesja pak për buxhetin, cilat mund të jenë pasojat, po themi, të mos kalimit të buxhetit, edhe të disa marrëveshjeve, po themi, ndërkombëtare që penalizojnë, po themi, Kosovën. Cilat mund të jenë pasojat, të cilat në fakt mund të kenë filluar të ndihen që tani që ne flasim. Po, domethënë siç ka thënë edhe ministri i Financave, tashmë disa grante që potencial mbi 200 milionë euro e kishin mundësinë e fundit, domethënë të ratifikoheshin në këtë muaj dhe të humbasin Kosovës në mënyrë të pakthyeshme. E në anën tjetër, rreziku i vërtetë është që në rast të zgjedhjet, jo që në rast, po ato do të mbahen në gjatë të muajit dhjetor, por në rast se procesi, le të themi, i tabulimit e nxjerrjes së rezultateve, i certifikimit të tyre merr kohë dhe në rast se kemi sfida të ngjashme në janar dhe në shkurt, domethënë nga 1 marsi Kosova bllokohet çdo mundësi shpenzimi dhe çdo mundësi alokimi. Domethënë nga 1 marsi vitit tashëm, nëse nuk ka buxhet të miratuar ose të paktën një vendim të kuvendit për ta shtyr këtë periudhë përkohësisht, atëherë nuk do të kemi as paga, as pensione dhe nuk do të kemi asnjë shpenzim të parave publike, domethënë të financa publike. Domethënë rreziku është shumë i madh, marr parasysh në njërin anë përvojën e hidhur që kishim gjatë këtyre 8 muajve për të krijuar institucionet dhe për ta konstituar kuvendin, dhe në anën tjetër është edhe në situatë krejtësisht racionale, 2 muajt e parë të vitit ardhshëm, marr parasysh që jemi në proces të, le të themi, të numërimit të votave të tabulimit të rezultateve, mund ta pamundsoj konstruimin e kuvendit para 1 marsit për të miratuar buxhetin. Domethënë na ka dhënë një rrezik tepër të madh opozita duke mos votuar dje. Po cila ishte arsyeja e opozitës për të mos votuar buxhetin, se okay, pjesën e qeverisë e kuptoi, po tek buxheti cila ishte arsyeja, apo për ta, si thua, për ta çuar në ekstrem situatën me përgjegjës lëvizjen vetvendosje, sipas tyre, po themi. Arsyeja e vërtet politike është kjo, domethënë, sepse ka spari këta 8 muaj blokad, nuk mund të arsyetohen nga perspektiva të racionale, domethënë, në asnjë mënyrë. Edhe refuzimi për të bashkëpunuar me fituesin gati absolut të zgjedhjeve në Kosovë nuk është veprim racional politik, as i logjikshëm, është krejtësisht iracional, është në kuadër të pozicionimit ekstrem dhe të krijimit të bllokadave të tilla me shpresë sipas tyre se do ta zbresin lëvizjen vendosje në le të themi pragun që ja krijon mundësinë atyre për të krijuar një qeveri bashkë me listën serbe, për të krijuar 61 deputet, sepse sot nuk e kanë këtë mundësi të paktën, por ose e kishin ndërkohë që periudha u ezaruat shumë saqë nuk kishte sipas tyre nuk justifikohen në kohë, mbetën vetëm 3 muaj mundësi qeverisje, sepse në mars të vitit tashëm do të kemi sfidën e zgjedhjes së presidentit dhe presidenti kërkon 80 deputet në sallë dhe gjë që ishte pamundur. Nuk në kuptimin e publik ata arsyetonin me këto, le të themi, kufizimet e qeverisë në detyrë, sepse qeveria nuk ka mandat fuqiplot, nuk mund t'i propozoj kuvendit buxhet, por të jenë të paqëndrueshme. Po përtej çdo argumenti juridik, as kushtetuta dhe as ligjet, nuk kanë, le të themi, atë përmosën bllokuese të interesit publik. Ato ekzistojnë për ta mbrojtur qytetarin dhe për t'i arritur mundësitë qytetarit dhe shtetit. Nuk mund të rrokësh në kushtetut për ta falimentuar shtetin nga pikpama financiare. Nuk mund të thirrësh në kushtetut
për ta lënë qytetarin pa pagë, pa penzion nga një marë si viti tashëm. Domethënë është krejtësisht e palogjikshme edhe jo racionale interpretimi që kanë bërë, por që jemi thjesht në pozicione politike që ata duan ta godasin qytetarin e Kosovës edhe si lloj mose ndëshkuese pse e kanë votuar vetëvendosjen. Domethënë, madje po e bëjnë një lloj, le të themi, reference Zoti Abdigjiku në konferencën para Kuvendit të Kosovës, sepse një nga çështjet financiare është edhe fakti që punëtorët e radio-televizionit publik nuk kanë paga për më shumë se 5 muaj ose 6, për shkak se duhet një vendim i Komisionit për Buxhet të Kuvendit të Kosovës dhe ta refuzonin themelimin e komisionit. Dhe Zoti Abdigjiku kishte thënë që nuk është dashur RTK-ja dhe gazetarët ta përkrojnë vetëvendosjen për të ardhur në pushtet. Domethënë, ashqyqare si një masë ndëshkuese. Ndëshkuese pse është përkrahur vetëvendosja dhe nuk e mundsojmë vendimin për ekzekutimin e pagave të tyre. Qartë, mirë, për të ardhur tek zgjedhjet e parakohshme, të cilat parashikojnë që mund të bëjnë diku në dhjetor, ndoshta në fund të dhjetorit, nuk e di nëse mund të mbahen në janar, në fillim të janarit, vitit të ardhshëm, nuk e di se çfarë po diskutohet aty, presim vendimin, po themi, të zonjës presidente, po çfarë shpreson lëvizja vetëvendosje të arrijë, po themi, në këto zgjedhje të parakohshme? A pret lëvizja vetëvendosje që të arrijë një rezultat mjaftueshëm sa për të formuar qeverinë, po themi, e vetme, pra të ketë një rezultat plebiscitar si në zgjedhjet e vitit 2021, ose të paktën një rezultat që do ta kushtëzonte që të kërkonte një numër të vogël deputetësh, të paktën nga komunitetet jo shumicë, po themi aq sa do t'i duheshin për numrin 61, sepse nëse do të kemi një rikonfigurim të njëjtë, nuk kemi zgjedhur asnjë, pra asgjë. Pra nëse do të kemi një rezultat siç jemi tashmë, po themi, do të përsëritet rezultati i 9 shkurtit, apo jo? Ashtu është. Shikoj, në atë por këto zgjedhje ne nuk i kemi dëshiruar dhe nuk i kemi kërkuar. Nuk ju kemi friksuar në asnjë mënyrë, përkundrazi, unë besoj që lëvizja do dalë më mirë se sa që ka dalën me 9 shkurt të këtij viti, por thjesht nga perspektiva jonë janë bërë të pashmangshme. Kemi bërë secilin përpjekje nga 15 prilli për të krijuar institucionet, për krijuar koalicion qeverisës me LDK-n dhe me nismën socialdemokrate, jemi refuzuar si veprim të them politik në formë të strategjisë për të na lënë në pamundësi për të krijuar qeverinë. Zgjedhjet do të kemi, domethënë në fund të dhjetorit me gjasë në kuptimin e afateve kushtetuese se dash i përket presidentes për të caktuar, por unë besoj që do të kemi rezultat plebiscitar në këto zgjedhje dhe për te që besoj thjesht tashmë është e qartë që është gati se le themi e domosdoshme në kuptimin e garantimit të ecjes përpara me qeverisin e vetëvendosjes. Nëse ne nuk do t'i kemi 50% plus, do t'jetë thjesht thuajse tepër e vështirë, gati se e pamundur për të pasur vazhdimin e qeverisës Kurti, për të mbrojtur të arritjet, sidomos në forcimin e shtetit Kosovës, në shtrirjen e ligjit në veri të Kosovës, eliminimin e struktura paralele dhe mbajtjen e Kosovës të fortë përballë Serbisë. Apo mendon se Mërgata do ta ndihmojë meqense se ka zëra që thonë që po lëvizja vetëvendosje e shpresonte, po themi, i shpresonte zgjedhjet në fund viti meqense kthehet Mërgata për festa. E para fundi vitit është tashmë, le të themi, imponim kushtetues, nuk ka opsione tjera. Nga momenti i shpërndarjes së kuvendit, presidenti ai ka 40 ditë maksimalisht për të saktuar datën e zgjedhjeve, për të mbajtur zgjedhje brenda 40 ditëve, dhe ne jemi tashmë në, le të themi, në javën, le të themi, në 10 ditën e fundit të muajit nëntor dhe nuk ka asnjë opsion tjetër. Por Mërgata i ka dhënë gjithmonë një përkrahje të madhe vetëvendosjes dhe shpesh herë ka qenë përcaktuese në atë, le të themi, diferencën e domosdoshme. Na ka dhënë deputet që nga viti do të janë 2019, kur pikërisht votat e Mërgatës në nxorën të parët, përballë partisë së dytë në atë kohë. Na kanë dhënë pastaj 2021 numrin e nevojshëm për të arritur, le të themi, te kalimin e 50%-shit në atë kohë, dhe
edhe mendon shkurt ka pas një mbështetje të madhe të Mërgatës dhe besoj që kësaj herë do të jetë po edhe më e madhe se sa mendon shkurt. Por po e them që në Kosovë ka një lloj zimi politik të qytetarëve, sepse po e shohin qartë që vota për sigla të caktuara nuk është destinim përfundimtar, sepse këto partit kanë, le të themi, një sinkronizim tjetër që bie në kundërshtim me vullnetin e parë të votuesit. Do nëse voton LDK-n, tashmë ke kontribue në drejtim të asaj që bashkë me PDK-n, AK-n dhe listën serbe të kesh një qeveri përkundër vetëvendosjes, dhe natyrisht votuesit dhe qytetarët e Kosovës mund të kenë kritika për ne, mund të kenë edhe pritje më të mëdha, dhe kjo është legjitime, dhe e mirë kuptojmë edhe i trajtojmë me kujdes, por ama për qytetarën e Kosovës dy gjëra janë të padiskutuara. E para, kthimi i korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrave zyrtare, duke përfituar pasuri publike politikanët, të cilët vepronin ishin në pushtet ose silleshin rreth pushtetit, siç ka ndodhur në të shkuarën duke bler pa tokën publike 50 euro arin për t'ia shitur shtetit, si më thonë një vit më pas me 5.000-6.000 euro arin, deri tek zhvatja që ju ka bërë pasurisë nëpërmjet privatizimeve të ndryshme e korrupsionit. Dhe e dyta për qytetarin e Kosovës është e papranueshme dhe pakthyeshme periudha e para vitit 2020, kur votat e listës serbe ishin determinuese në kuvendin e Kosovës se kush bëhet kryeministër dhe çfarë qeverie do të kemi. Sepse ky ishte një ndikim i drejtë për drejtë i Beogradit në kuvend Kosovës dhe në diktimin e karakterit të qeverisë dhe të qeverisës Kosovës, e cila shërbente pastaj si aureol e strukturave paralele dhe të informalitetit në veri të Kosovës. Po në rast, vetëvendosjen kanë marrë fund këto. Po në rastin, supozojmë rastin më të keq, sepse thon analistë ndryshëm që ndoshta opozitar me ju, që karakteri i rezultatit zgjedhor në Kosovë imponon koalicionet. Pra asnjë parti përveç rastit vitit 2021, pra asnjë parti nuk fiton dot shumicën për të formuar vetëm qeverinë. E në këtë rast, në qoftë se ndodh, po themi, si do të veprojë lëvizja vetëvendosje, që të mos kemi edhe 8 muaj të tjerë të kësaj natyre, po flas. Do të jetë kushtëzuar që të zgjedh mes partnerëve të koalicionit? Ne do të punojmë fort për të pasur rezultat sa më të mirë dhe për mos qenë të varur as politikisht e as, le të themi, nëpërmjet deputetëve në kuvend Kosovës nga parti tjera. Natyrisht mund të ketë situata të tilla, por nuk është çështja e mungesës së gatishmërisë tonë për të bashkëpunuar. Çështja është që ka barikadim të qartë të opozitës për mos qenë me ne, rrjedhimisht për ta pritur momentin kur ne nuk i kemi të mjaftueshme votat për ta krijuar qeverinë, por në të kohë ata i kanë të mjaftueshme kundrejt neve të gjithë bashkë për ta krijuar qeverinë. Do betejë e tyre është për të na zbritur ne deri në pikën kur shumica mbetet në pjesën tjetër, e që krejt bashkë, pashka se 4 parti politike e bashkë me listën serbe 5 kundrejt vetëm vetëvendosjes, i bën 61 deputet. Do të thënë, ata janë të gatshëm, është pak e frikshme me ton drejtën se deri ku ata janë të gatshëm me shku, për ta lënë por në këtë rast ata s'kan mandatarin. Dhe sepse ata po presin këtë moment kur vetëvendosja bie në 40% eventualisht, dhe që pastaj bëhen bashkë krejtë dhe krijojnë një qeveri. Nëse vetëvendosja bie në 40%, ata kanë të drejtën e mandatarit pastaj? Jo, të drejtën e mandatarit ata nuk e kanë asnjëherë në kuptimin mandatarit të parë, pa ata shpresojnë tek pamundësia objektive për ta krijuar qeverinë dhe pastaj eventualisht tek mandatari i dytë duke diktuar përmes nënshkrimeve të deputetëve të tjerë. Por përveç se është kje parasysh është çësje bllokuese dhe destruktive, edhe elektoralisht është e pandershme sepse po përmbyset krejtësisht vullneti qytetarëve dhe legitimiteti demokratik, se mund të duket formalisht korrekte në kuptimin e normave ligjore dhe kushtetuese,
por ama 48 deputet në një krah, në një parti politike, një subjekt politik, kundrejt të 3 partive politike tjera, shqiptare, të cilat të gjitha bashkë nuk bëjnë të 48 deputet, do të thonë PDK, LDK, AKK nuk bëjnë vetëm sa vetëndosja, tentojnë të imponojnë qeverisjen e tyre. Do të thonë nuk është vetëm demokracia dhe qeverisja vetëm çështje numrash në parlament, është çështje edhe vullnetesh politike të qytetarëve mbi atë se çfarë presin prej institucioneve dhe çfarë prioritete ata vendosin le të themi në krye të listës.